Agjentë të Byros Kombëtare të Hetimit kryen kontrolle në Elbasan në zbatim të një vendimi të gjykatës së posaçme për një hetim të SPAK për krime zgjedhore në zgjedhjet e 11 majit, bëjnë me dije burime për Ora News. Objekti kontrolleve mësohet se ishin një lokal dhe tribanesa, ku hetuesit e prokurorisë së posaçme antikorrupsion zbarkuan të mbështetur nga forcat e policisë së qarkut Elbasan. Gjatë operacionet u sekuestruan aparate telefonike, pajisje DVR dhe materiale të ndryshme të cilat do të dërgohen për ekspertizë, thanë burime të njohura me faktet. Hetimi i SPAK mësohet se është përqendruar në akuzën e korrupsionit zgjedhor dhe ka nisur disa ditë para zhvillimit të procesit të zgjedhjeve të 11 majit. Veprimet hetimore janë në vijim dhe deri në këtë fazë ende nuk është konfirmuar se kush janë personat që janë duke u verifikuar nga SPAK, sikurse veprimtaria e tyre e dyshuar krim zgjedhor. Gjatë fushatës elektorale, agjentët e Task Force-së së posaçme kundër krimeve zgjedhore ishin disa herë në qytetin e Elbasanit në zbatim të planit të posaçëm të prokurorisë së posaçme dhe agjencive të tjera për të garantuar një proces demokratik të rregullt dhe për të goditur palishmërinë. Ditën e zgjedhjeve 2 persona u arrestuan në qarkun e Elbasanit për fotografim të votës, vepër penale për të cilën do të jetojnë të lirë. Të dhënat e KQZ-s tregojnë se Partia Socialiste fitoi 10 mandate deputeti në Elbasan, ndërsa Partia Demokratike siguroi 4 përfaqësues në kuvendin e ri. SPAK dhe policia e shtetit pritet të japin detaje në vijim për hetimin në Elbasan dhe personat e dyshuar për krime zgjedhore.